Mirë, po unë menoj se gjithçka u lidh me çat kuvend, u lidh që unë sa jam pa rrymë edhe kum dashur ne m'jau kujtue se çaj kuvend e ka votuar për më privatizue që ky rrjet. Këtu bashkë na bërtemin, në zyrtari i Kecit, bile më ka pyet tha, a e din tha kënë ke pa ditë. A je tha i barabart, thash për ligji është për krejt njëjtë. Tha jo, tha për neve tha nuk është bashkë. Unë nevoj për limusht, unë veç i duhet që të drejtë, atë mijat, sa nuk është të rryma loks, po është nevoj. Dimnit kena ma shumë me qira jetojme, përveç e kam jetesën shumë vështirë, njëna dhe i thyëm që unë s'ku mujt me mbrojt diçka që ka ma kalon baba dhe babgjyshe. Mas pak të 4-50 herë jam shkuna për zyret, që lanë ka me nicë Prishtinë. Përshëndetje miq të gazetës Demos. Ndodhemi këtu në fshatin Feriqev të komunës së Kamenicës dhe jo rastësisht. Do takohemi me Rahim Isufin, i cili po përballet pa energji elektrike që nga viti 2018. Se si po përballen ata me përditshmërinë e tyre dhe se çfarë ka bërë komuna apo dikush nga qeveria do ta merrni vesh në vazhdim. Përshëndetje Rahim, si je? A je mirë? Qysh po mundemi me pa, shtëpia është çatje edhe është afër 1 kilometër me sa na tregove ti Rahim? Po, rrugën e kena shumë keq, pe këtuit veç me traktor, zakonisht bartmi. Po. Na kena me provu me shku në kom deri te shtëpia edhe keni me pas se në çfarë kushte po jeton Rahim Isufi me familjen e tij. Jam Rahim Isufi, jam i fshatit Feriqev, komuna Kamenicës. Jetoj edhe punoj që në qëtë ven, ku kam trashëgim pe babës dhe babgjyshit. Na Rahim kemi ardhë specifikisht për një problem që ty po ta rëndon jetesën. A mundesh me na tregu pak a shumë për i cilit vetë nuk keni energji elektrike? Pej viti 2018 është pasivizue ura. 2015 na e na largu përkohësisht pe shtëpie. Në 2016 në vërtet, në 2018 në shkruar na kthye dhe kena lyp rrymën, kanë thonë se është pasivizue. Ura me arsyetimin se shtëpi e bëshatisur. Kjo shtëpi edhe rrymën e ka marrë babgjyshe jam në vitet e 80-ta, ka trashëguar baba jam, vllavi jam, unë jam tash më i vogli i kësaj familjes. Bile edhe njëna dhe i thyem, përveç e kam jetesën shumë vështirë, njëna dhe i thyem që unë s'ku mujt me mbrojt diçka që ka ma kalon baba dhe babgjyshe. Kështu që është jetë e vështirë, sot nuk është rryma luks, po është nevojë, edhe shumë nevojë e madhe. Kena shumë teknika, kena shumë shka që nuk mujmë i përdor. Unë kom përfituar grant 2 herë nga Ministria e Bujqësisë, mirë po sot po rrezikohet edhe aty milion për shkak të rrymës. Po çka më thonë, është ditë e zërshme, është zor. Unë zakonisht kohën e kaloj në natyrë jashtë të punuar, mirë po shoh që ja ka probleme se teshat do të më la me dorë. Do të më la me dorë, gjithçka është zor. Te Keci, unë jam shku dikon nashta 4-50 herë jam shku edhe te zyret në Prishtinë. Unë jam një fermer, unë më kushton një ditë me lënë venin këtu me ecë mas asaj pune. Mas pak të 4-50 herë jam shku na për zyret, që lanë ka me nicë Prishtinë. Ku dhe vetë zyrtarë të lartë Kecit e kam pranuar se ky pasivizim nuk është në rregull, nuk është ligjor, nuk më ka njoftuar kur e kam pasivizuar. Kam pasivizuar me një arsyetim se është shtëpi e bëshatisur. Kështu nuk është shtëpi e bëshatisur, na largue përkohësisht për shkak infrastrukturës të fëmijëve, i kena çuar në shkollë. S'kam pas infrastrukturë këtu edhe duhesh me shkolluar fëmijë. Mirë, po e na largu përkohësisht, nuk e na larguna, nuk e kena lënë krejt. A jeton veç në këtë pjesë, ka edhe banorë tjerë që janë edhe përballen me të njëjtin problem? Po, zakonisht non-stop jetoj veç unë. Jena 5 shtëpi këtu. Tira dalin veç verës, dalin punojnë ka pak verës, mirë, për i rregullt jam veç unë këtu në çet lagje është fjala. Ç'ja bëni për me u pastru? Po, dihet ndaj secili din ç'u janë kushtet edhe ç'u jetohet pa rrymë. Tu e nis te makina
e anëve, e teshav, bojleri, janë gjithçka, frizat, frigoriferat, gjithçka është problem. Unë kam solar, mirë po solari është shumë i vogël, shumë nuk kena dimen, është kuha nuk i përshtatet, shumë pak mujnë me krye punë me solar. Çush ja bëni dimrit? Dimrit kena ma shumë me qira jetojme. Kur ka rrym, kur ka diell, prodhon solari edhe mujnë pak me pas drita. Mirë po edhe kur kena veç drita, s'ka frigorifera, s'ka maqina, s'ka dimrit s'ka kurgjë. Na kena bo kërkes me njëherë të Keci, edhe Keci ma ka lyp me bo unë një investim. Kur investimi është shumë i lartë që unë është e papërballush me bo një investim të ri, pe ku janë shtyllat e dëmtuar. Kështu që edhe jena detyruar me bo padi. Kena bo padi rreth 2 vite, është zvarrit padi janë në gjykatë themelore në Kamenicë. Kena pas ekspert bujqësisë të energjetikës, kam propozue pola kundërshtare, ekspert tjetër, gjithçka ka shku në favor tonë në gjykatë. 2 vjet është zvarrit ajo gjykatë, mas 2 vjet atëherë ju ka kujtuar se ka thonë na nuk jena kompetent për këtë punë, kompetent ku ka zëreja. Kështu që na i ka hupa të 2 vjet gjykata themelore në Kamenicë. Kena bo ankesë në apel, jena shku në zërej, zëreja na ka lyp një ankesë tjetër pej Kecit, për shkak se nuk kanë mujt me shërtue qatë lëndën e parë. Kena bo 2 muaj s'na kanë kthy përgjigje, tash na kanë kthyje, tash jena të përgatitur, është avokati të përgatitur për zërej një ankesë. Kështu që unë ndim kum lyp pej gjithëve. Kum lyp pej prokurorisë, që mendoj që është vepër penale, kjo që është pasivizuar kështu. Kum lyp pej presidentes, të zyra e kryeministrit, të kuvendi. Të gjithë kum lyp edhe kum njoftue se është u bo një shkelje shumë e rëndë e drejtat njerit. Unë mendoj që është një shkelje shumë e rëndë. Unë nuk kam nevojë për lëmosh. Unë punoj, më ka dhënë zoti Beriqet, unë i bëj 15 orë punë ditët. Unë nevojë për lëmosh, unë veç i duhet të drejtat mijat se sot më milion pa rrym. Kjo shtëpi nuk është që u marrua që tash edhe Keci s'ka obligim ma për rrymën. Kjo shtëpi është e marrua me pej viteve të 10-ta, është e pajisur me rrym pej viteve të 10-ta. Edhe Kecit veç nuk i konvenon me mojt një rrjet, që është larg, është i vjetruar. Kur u bon vitet e 80-ta, edhe ka lyp një arsye me pasivizu edhe me lyp investimin më bo ta shpinive. Na e pam edhe rrugat që ke mjaft e vështirë dhe s'mujtë mas me vetur me ardh deri këtu. Po, edhe kjo është një prej problemeve të mëdha. Edhe kjo kena bo kërkesë disa herë në komunë me na nimun rrugë, të paktën me zhavar, me mujt, të paktën me ardh me kerë të shtëpia. Është edhe kjo shumë problem i madh. Gjithçka, unë s'kom pas nevojë më mor me këto të rrymes, kjo është me pakta që u dusht unë më mor me këto. Kom pas shumë probleme tjera, mirë po shumë ditë më kanë hup edhe të rryma se mas pakti 4-50 herë ju thash edhe një herë unë jam një fermer. Unë mbar në pepi që soj tukës, jam bletar, edhe unë një ditë me hup, një ditë më këtu më kushton. Edhe ju e keni pa vetë se të keni arë për atje, so kilometra janë për Prishtinës, so herë jam shku në Prishtinë. Kum protestuar para Kecit, kum protestuar para qeverisë, kum protestuar të zëreja, kum marrë tiket para Kecit për shkak gjëja se s'u lajmërua protesta, na kom vesh 3 vjet. Përgjigje nuk kom marrë për presidencës edhe për prokurorisë. Po, përgjigje kom marrë për zyrës të kryeministrit, kom marrë përgjigje edhe për kuvendit. Kuvendi është arsyetues se nuk është kompetent e tyne, ja kanë bërë të lëndën teme, kanë bërë të bërë të zërejës. Mirë po unë menoj se gjithçka u lidh me qatë kuvend, u lidh që unë sot jam pa rrymë edhe kum dashtë unë mja u kujtue se qaj kuvend e ka votua për më privatizue që kë rjetë. Edhe ata deputete kanë votu, unë ja kum kujtue, kum dashtë mja u kujtue dhe mjë kalzu ku jam unë sot, për shkak se që ata deputete kanë qo dërën për më shit edhe për më privatizue që kje dhe sot ku jena na, sot qëfar maltretimin a bëkici. Me qka u thani pishojmë që e ki 2 traktora? Do më thonë të nkohen u thani me këta deri të vetura atje për me depërtu mas në qytet? Po, zakonisht teri gjithë shka edhe qka kena ushqim me bortë edhe gjithë shka bortë me traktora, pasi është rruga shumë e keqe dhe nuk mujnë me kërë martë. Sa ko mundet me të shty bateriat që janë solar për me kry nevoja në shpe? Po, në qëfëse ka diell dhe janë mush bataria gjatë ditës, na bojnë për drita dhe televizor. Në qëfëse u kom një ditë me shi ose një diçka, na kena problem me ato, do të më pregadit veç për qira qatë notës, se
nuk mujna deri në mëngjes nuk mojnë bateriet. Unë është pres mas shumë të pej apelit, që kena lëndën në apel pej 10 jurit, pres me këthy lëndën në gjykim edhe me morën herë shumë seriozisht këtë punë. Nuk jam, thash edhe ma herët që nuk jam të lyp limosh, unë jam të lyp drejtat e mia. Unë veç jam të lyp që të drejta që më takojnë, e din krejt që më takojnë, e din edhe keci, edhe vete kam pranu edhe keci. Këtu bashkë në abortemin, një zyrtari kecit, bile më ka pyet, tha, a e din, tha, kone ke pa dit. A je, tha, i barabart, thash, për ligje është për krejt njajt. Tha, jo, tha, për neve, tha, nuk është bashkë. Bashkë këtu në barë, më ka thonë, bile është një vendasi jemi, s'po du mja përmenem. Këtë fjallë mi ka thonë në barë. Kështu që unë lyp pres shumë për apelit me këthy lëndën në një gjykim edhe më morë shumë serios me këto. Mirë po i bëj thirrje gjithëve, edhe prokurorisë, se u besoj që ka vepër penale këto. Le ta marrin këtë rast shumë seriozisht. Edhe kryeministrit, edhe presidentes, edhe kuvendit, çaj kuvende ka votue. Le ta marrin këtë punë shumë seriozisht, se unë shumë mirë i kujtoj fjalët e atëhershit, kur është votuar edhe çfarë premtime ka pas, se kom mbrojt çdo konsumator. Që kjo ku ka mbrojtje, që kjo ku ka po na mbroj ka ai kuvend që ka votuar atëherë, që kjo është mbrojtje sot 8 vjet unë me ngom na për gjykata, më përplas na për gjykata, zërej, avokati i popullit gjithkohë. Me çka merresh kryesisht? Po, unë kom përfituar grant 2 herë nga Ministria e Bujqësisë. Kom fituar një grant platacion me arë, edhe kom makinerin për të. Edhe vitin tjetër kom fituar një dhëmë blete me pajisje për cilëse, dhëmë mjallë është fjallë. Po, më unë këtoj përnoj, kom orë, blet edhe mjetër, kur që veçanti kom blet, ato që edhe përnoj ma me vëllnet, e kom bletën, ato përnoj mas shumë. Unë e shpresoj që kanë me marrë një përgjigje edhe prej kësaj intervistet që e bënë me neve dhe shpresoj që kanë me ardhë prapë rrymat e te dhe si me pas problem të paktën për jetën e përditshme. Faleminderit, se na shpresojmë ashtu. Faleminderit shumë Rahim, se tra edhe rruga këtë keq. Shumë faleminderit që një ardhë, faleminderit me të mira inshallah.